Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e muajit korrik. Muaji korrik është muaj I ndryshimeve të mëdha, I stabilizimeve dhe I kthesave të mëdha në ekonomi. Dhe lidhje me dashurinë, paratë, vendime që do ndryshojnë gjithçka mbi atë çka dim, mbi atë çka kemi thënë dhe themi. E keni parë vetë, e keni kuptuar që futemi tani zyrtarisht në verën e nxehtë, në verën e ndikimit të madh dhe mundësive që vinë tani e tutje. Është një muaj ku gjërat do të ndikojnë, sepse ky korrik për këtë vit është një muaj me peshë të madhe astrologjike, sepse nuk sjell vetëm ndryshimin e atmosferës, por dhe kalime të rëndësishme nga bota e brendshme familjare dhe emocione të mëdha të Gafores. Por në këtë drejtim, përsa i përket Gafores, është dhe një nga momentet ose mundësit që vinë në lidhje me gjërat që ka të bëjnë, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me çështje të rëndësishme që lidhen edhe me çështjet ekonomike financiare, por gjithashtu kemi një ndikim shumë të madh, sepse energjia më e dukshme krijuese dhe të fuqishme në këtë aspekt. Muaji fillon me diellin në Gafore dhe Mërkurin ende në lëvizjen e kundërt, por në shenjën e Gafores. Kjo tregon se pjesa më e parë dhe pjesa e madhe që ndodh për korrikun është një periudhë me vendime të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë dhe jo vetëm kaq, por bëhen më emocionale të momentit. Mërkuri në krahun e kundërt në Gafore na kthen pas në tema familjare, në çështjet e shtëpisë, kujtimet, bisedat, dhe jo vetëm, por dhe rikthimin e çështjeve të vjetra, por megjithatë duhet të mbyllim një kapitull të së shkuarës dhe të fillojmë diçka të re. Një nga momentet më të ndikuarat është fillimi I muajit, është I datës 4 korrik, ku Marsi takohet me Uranin në shenjën e binjakëve. Kjo është një lidhje shumë ndikuese elektrike, sepse elektrizon shumë gjëra, ndikimin e punës ose disa gjëra në lidhje me vendimet të rëndësishme që mund të marrim, sepse binjakët lidhen me fjalët, informacionin, udhëtimet të shkurtra, kontaktet dhe teknologji apo marrëveshje. Kjo periudhë kërkon shumë kujdes në mënyrë se si flasim, si reagojmë dhe si I marrim vendimet. Për të ndikuar nga kjo energji janë vjedhit që I parë I kësaj shenje dhe shenjeve të ndryshueshme, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetarët dhe peshqit. Por disa kjo mund të jetë një periudhë zgjimi, çlirimi dhe vendimi të papritur. Për të tjerët mund të sjellë nervozizëm, debate, ndërprerje komunikimi ose ndryshime të paplanifikuara, sepse nuk do të pëlqejnë mënyra se si do vazhdojmë tani e tutje. Data 7 korrik. Neptuni kthehet në lëvizjen e ndikimit të madh, në lëvizjen e kundërt shenjën e Dashit. Ky është një moment më tepër shpirtëror, sepse Neptuni në Dash prek disa çështje që ka të bëjnë lidhje me punën, ka të bëjnë me karrierën ose disa padrejtësi që janë bërë në të kaluar dhe na detyron të pyesim veten tonë që themi apo ndjekim një ëndër të vërtet apo është një iluzion. Shtrohet pyetja. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë një ndikim të vërtet. Ky ndikim prek më shumë në 10 ditën e parë shenjës së Dashit, Gafores, Peshores dhe Bricapët. Mund të kenë një ndikim më të madh në këtë aspekt. Kemi datën 9 korrik. Dhe kjo është një nga datat më të vështira të ndryshimit të madh të kohës, të mundësive, të rëndësive të veçanta që kanë bëjnë, por një kujdes të veçantë që kërkohet në këtë aspekt, por kërkohet vëmendje. Sidomos në 15 e dytë që fillojnë gjërat më të ndikuara, sepse ka të bëjnë dhe me ndikimet, ka bëjnë dhe me ndryshimet të mëdha që vinë drejt çështjeve ekonomike financiare dhe gjërave të tjera që kanë ndikimin dhe mundësinë në lidhje me punën ose lidhje me disa çështje konkrete në anën e biznesit dhe të karrierës. Por gjithsesi është një nga periudhat më ndikuese për sa përket këtij muaji, prandaj kërkojnë vëmendje, kërkojnë vendime të rëndësishme të papritura që mund të marrim tani e tutje. Ajo që do të kemi një han të re që ka të bëjë shumë në lidhje me takime, lidhje me punën, lidhje me karrierën, sepse në datën 13 korrik, ku hënë e re që do të ndikimi fillon në datën 13, por ajo që do jetë drejt ndikimi I madh është në datën 14. Hënë e re në Gafore është një ngjarje e rëndësishme muaj sepse hapin cikël të ri
mbi gjërat që neve do të ndikojmë dhe do të realizojmë. Kemi datën 22 korrik ku dielli hyn në shenjën e Luanit dhe energjia vazhdon ndikimin e vet dhe mundësinë e artë që do të kemi tani e tutje. Prandaj ka të bëjë shumë me ndryshime, ka të bëjë shumë me vendime të mëdha që do të kemi tani e tutje. Kemi dhe hënën që ndikimi më i madh në datën 29 korrik ku kemi një hënë të plot në ujor në ndikimin më të madh. Kjo hënë e plot ndodh përballë energjisë së Luanit ku shumë gjëra do të ndikojnë dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë dhe me një mundësi shumë të madhe në lidhje me takimet e punës ose të balancimeve të mëdha që do të ketë një ndikim shumë të madh që do thot unë dhe ne. Luani kërkon të shkëlqej, ndërsa ujori kërkon liri, barazi dhe miqësi të përkohshme. Kjo hënë e plot mund të sjellë kulmin e marrëdhënieve të miqësisë dhe jo vetëm. Ajo që do të ndikojmë të prekot nga kjo hënë e plot të rrjedhicit të parë të shenjave fikse, Luan, ujor, dem, akrep. Luan dhe ujori do të kenë një ndikim më të madh në këtë aspekt, por është diçka që kërkohet vëmendje në këtë aspekt. Në përgjithësi, korriku është muaji që ka dy pjesë të qarta. Pjesa e parë e kthen rrënjët e familja, kujtesa, ndryshimi dhe sqarimet, ndryshime të mëdha. Dhe kjo do të thotë ndikime shumë të mëdha sepse ka ndikimin e mundësive dhe anës pozitive lidhje me karrierën. Kurse në anën tjetër, shenjat që ndikohen më fort gjatë këtij muaji janë Gafori, Abricapi, Dashi dhe Peshorja për shkak të hënës së re të Mërkurit në retrograd, Neptuni dhe Saturni në Dash. Po ashtu Luani, ujori, demi, akrepi ndikohen fuqishëm në fund të muajit për shkak të diellit dhe Jupiterit me Luanin dhe në hënën së plot në ujor. Ndërsa binjakët, Virgjëresha, Shigjetari, Peshqit ndjejnë tensionin dhe fillimin e muajit përmes lidhjeve Mars-Uran në binjak. Kjo do thotë një ndikim shumë i madh sepse korriku i 2026-s nuk është muaj për të vepruar verbrisht. Është muaj për të kuptuar, për të pastruar dhe për të riorganizuar dhe pastaj për të dalë më të fortë nga ajo që kemi qenë. Ai fillon me pyetjen: çfarë më mban emocionalisht të sigurt? Dhe përfundon me pyetjen: si mund të shkëlqej pa humbur lidhjet me të tjerët? Pra ka një ndikim shumë të madh në këtë aspekt që jo vetëm kaq, por është edhe një mundësi dhe një ndryshim shumë i madh që do të ketë me anën dhe pozicionimin e planeteve, ku gjërat janë mjaft fantastike dhe shumë pozitive mbi ndryshimet dhe ndikimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment që na ndihmon mbi atë që neve kemi, mbi atë që neve kërkojmë dhe duam që gjërat t'i marrim shtruar dhe të arrijmë në finish për anën tonë. Prandaj kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi mbi gjërat e mëdha që do të vinë tani e tutje. Por një nga ndryshimet më të mëdha që kanë bëjnë është mënyra dhe mundësia. Por gjithashtu në lidhje me ndikimet të mëdha që do të vinë tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim që ka të bëjnë shumë në lidhje në punë dhe ka të bëjnë shumë dhe me kërkesat e llogaritë të larta mbi vazhdimsi që do të kemi, sepse është një nga mundësitë më të mira, më të arta të qenë ndonjëherë mbi çdo takim dhe mbi çdo bisedë që mund të ndikoj tani e tutje. Para se të filloj me parashkimin e këtij muaji kaq pozitiv, këtij muaji kaq të rëndësishëm, unë ju rikujtoj dhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al faqja roz siç e shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe atëherë jeni gati për të dërguar të dhënat në email dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe juve kërkoni për një parashikim dhe një pyetje, në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, siç e shikoni, ndiqni hapat dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit të madh dhe të kohës së duhur për nisma të reja, që do thotë shenja e Dashit.
duket se ka diçka shumë të rëndësishme, sepse ka dy mundësi të arta që mund themi, jo vetëm pa egzagerim, por me mjaft dhe mundësi të arta që do thot dashi të lindurit të 10 ditë të parë. Të dashit janë ndër më të ndikuar gjatë korrikullit, sidomos nga Neptuni në të kundërt në shenjën tuaj, nga Marsi me Uranin në binjak, nga energjia e fortë e Luanit dhe nga hëna e plotë në ujor. Për juve, muaji fillon me shumë lëvizje, ndryshime, mendime. Marsi me Uranin në binjak mund të sjellë lajme të papritura, kontakte të reja, vendime të shpejta, ndryshime në komunikim ose në ide që ju zgjon menjëherë për gjëra që doni të bëni. Mund të ndjeni se mendja punon shumë shpejt dhe se nuk duron vonesa, por duhet kujdes. Në çdo vendim apo mendime të menjëhershme mund të jenë dhe provokime nga ana tjetër dhe nuk jeni të sigurt për gjërat që doni të bëni. Fjalat që kanë peshë shumë të madhe dhe kanë fuqi, duhet jeni të kujdesshëm çfarë thoni. Mund të hapet një rrugë e re, mund të krijoni një ndikim shumë të mirë edhe në fushat e ekonomisë dhe stabilizimit. Neptuni në të kundërt në shenjën tuaj që prek thellë ndikimet e mëdha ose udhëtimet, mund të ndjeni disa gjëra si dikur dikush ju flisnin me prioritet dhe tani janë zbehur. Pse? Sepse ata përfitonin nga juve dhe erdhi momenti që juve të kësaj shenje të 10 ditë të parë të bëni një ndryshim, dhe një ndryshim shumë të madh, dhe ky është një nga ndryshimet më afatgjat në gjërat që bëhen, në gjërat që kërkohen dhe ndryshojnë. Por, meqense juve të shenjës së dashit i keni këto mundësi dhe janë mundësi mjaft ndikuese në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime që do të keni, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me ndryshimet e mëdha dhe vendimet që do të merrni. Kemi gjithashtu në lidhje me 10 ditëshin e dytë. 10 ditëshi i dytë për shenjën së dashit do thotë është shumë serioz sepse Saturni kthehet në lëvizje në të kundërt në shenjën tuaj. Ky është një ndikim i rëndësishëm për ju. Saturni kërkon pjekuri dhe kontroll, përgjegjësi dhe ndërtime të qëndrueshme. Në gjatë muajve të fundit keni marrë përsipër shumë gjëra dhe mund të ndjeni peshën në krye. Nëse keni nisur diçka pa marrë vendime ose diçka që jeni të sigurt për nismat që keni filluar, mund t'i çoni deri në fund. Sepse ndikimi që ka të bëjnë mjaft në lidhje me Mërkurin ose Diellin e Luan ndihmon të merrni shumë frymë dhe të nisni diçka të rëndësishme, sepse keni të bëjnë me hënën e plotë në ujor që mund të tregojë ndikimin më të madh afatgjat që mund keni në punë, në karrierë, në ndryshime, por ose disa njerëz që mund keni një barë shumë të rëndësishme për punën tuaj dhe diçka që të madhe që do thotë ekonomi, është një moment mjaft pozitiv dhe një ndikim mjaft i mirë në vazhdimsi. Kemi 10 ditëshin e tretë. 10 ditëshi i tretë duket se ka të bëjnë me anën ekonomike dhe me ndryshimin e madh. Por meqense ky muaj sjell diçka në jetën private, duke rregulluar, stabilizuar çështjet familjare, shtëpinë, prindërit ose diçka shumë të rëndësishme që është në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Megjithatë, Mërkuri në të kundërt sjell disa keq kuptime ose disa ndryshime, prandaj do të pasë shumë kujdes në këtë aspekt. Kemi afërditën në Virgjëresh që ndihmon për vendosje rregullat e punës dhe çështjet e punës së karrierës ka dhe një ndikim shumë të madh sepse në detaje nuk kemi shumë gjëra dhe shumë ndryshime në këtë aspekt. Edhe pse kërkohet vëmendje, edhe pse kërkohet me ndryshime që do të kemi ose disa mundësi që vijnë tani e tutje, është koha për të marrë vendime të rëndësishme dhe kështu që nëse juve e jeni gati të përgjigjeni kërkesave që juve keni në lidhje me takimet, në lidhje me punën, është një nga momentet më të arta tani e tutje, por gjithsesi koha ka provuar që juve dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku do të shkoni. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën e dashurisë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që juve ju ndihmon për marrjen e vendimeve të rëndësishme, ju ndihmon për nisma të reja dhe jo vetëm bashkim familjar që ka të bëjë shumë me ndikimin e shenjave përkatëse, që do të thotë në lidhje me takime dhe dokumentacione. Ka të bëjnë shumë dhe kjo lidhet shumë dhe me disa ndryshime të mëdha ose disa çështje të lëna pezull mund të zgjidhen pikërisht tani dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Lidhjet që kanë të bëjnë me dash të ditë që të parë, dash me gafore, dash me ujor,
ka një ndikim mjaft të mirë edhe pse me vështirësi, por keni ditë dhe ja keni dalë. Dhe kjo do të thotë në anën tuaj, në lidhje me takimet, lidhje me bisedimet të rëndësishme, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë që i shenjë toke, ku vërtet kërkon kujdes, vërtet kërkon rregull, stabilizim, çështjet konkrete, mundësit, momentin e duhur që juve keni. Kjo do thotë është shenja e demit. Shenjës së demit, me qenë se demi nga njëra anë ndihmon dhe fokusohet shumë në lidhje me anën e punës dhe të karrierës, por gjithsesi të lindur të kësaj shenje duket se është një muaj që prek shumë ndikimet dhe punën, ekonominë dhe çështjet familjare në lidhje me karrierën, se si të ndërtoni stabilitet. Demi është një shenjë që kërkon qetësi, vazhdimsi, rezultat konkret, por korriku është një muaj që vërtet na jep mundësinë, sjell lëvizje të papritura në çështje financiare, në shikime komunikimit, por gjithsesi është një muaj që kërkon pak më tepër vëmendje dhe lidhje me karrierën. Muaji fillon me Mërkurin në retrograd, por ka diçka, sepse demi nga njëra anë mund të jetë mjaft indikuar, mund të ketë një mundësinë ose gjëra të rëndësishme financiare dhe jo vetëm kaq, por ndikohet jashtë mase për sa përket zgjidhjes dhe problematikave që ata kanë. Por 10 ditë që i parë që do marrin me disa çështje shumë të rëndësishme, lidhje me takime pune, lidhje me vendime, lidhje me ndryshime, por me këto ndryshime që kanë bënë tani tutje janë ndryshime rutinë, do të thosë unë, por edhe pse kërkohet kujdes dhe vëmendje në këtë aspekt, është një nga periudhat më të mira të mundshme mbi historinë që juve dini histori në këtë aspekt dhe është një nga mundësitë më të mira dhe tepër pozitive, sepse gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e mundësive dhe të gjërave të mëdha që vijnë drejt jush, është momenti dhe periudha mjaft e mirë dhe shumë pozitive, sepse ndryshonin disa gjëra, ndryshonin disa çështje të lëna pezull dikur, por vjen momenti juaj. 10 ditë i dytë që do merret shumë me udhëtimet dhe bisedimet, sepse juve të kësaj shenje ka të bëjnë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet e një pasnjëshme, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk e keni zgjidhur, nuk keni pasur mundësinë e zgjidhjes së këtij problemi, por meqense vjen një moment tani, dhe është një nga periudhat më të mira për 10 ditën e dytë që do të shikojnë të zgjidhen disa gjëra, një çështje ligjore merr fund dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithashtu ka të bëjë edhe me ndryshim pune, për ju që prisni një dokumentin jashtë Shqipërie, është momenti më i mirë i mundshëm. Kurse 10 ditë i tretë duket se është shumë i rëndësishëm për komunikimin, marrëveshjet, studimet, udhëtimet, kontaktet, vendimet që lidhen me njerëz të afërt. Hënëren në shenjën e Gaforës më datën 14 korrik që ju ndikon në mënyrë më pozitive, sepse krijon lidhje harmonike me shenjën tuaj. Kjo mund të sjellë një fillim të ri në mënyrë që të keni mundësinë për rritje ekonomike dhe kjo do të thotë një mundësi shumë e mirë mbi atë çka kërkoni, mbi atë çka juve dëshironi, por meqense afërdita në vijgjeresh që është gjithashtu një shumë e dobishme për 10 ditën tuaj, sidomos ajo që do të thotë ka ndikimin më të madh ose mundësinë më të madhe në shenjën e ndikimit të madh, por do të thotë që është dhe një mundësi mjaft e mirë për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe në fund të muajit të dielli në Luan dhe hëna e plot në ujor fillon të zgjojnë shumë gjërat në të kaluarën, por një ëndër që bëhet realitet është koha juaj për lidhjen e me dashuri. Duket se në lidhjet afatgjat, sepse kemi bëjmë shumë dhe me lidhjet që është virgjeresha, për shembull, dem virgjeresh, dem shqiptar, dem ujor, ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive që juve mund të nisni këto gjëra dhe është një moment, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe jo problematike. Është anë mirë për juve se mund t'i rregulloni, domethënë gjeni një zgjidhje mbi ato çka keni dhe ato çka juve kërkoni të vazhdoni. Por megjithatë është një mundësi tani që të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi. Prandaj mos e lini mbasdore, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, solide, do ta thosha unë në anën tuaj,
por vallë sa jeni gati ju të përgjigjeni çështjeve që ka të bëjnë, sepse dhjetëdiçi i tretë është shumë i fokusuar dhe i favorizuar në anën tjetër, por megjithatë ka të bëjnë me punën dhe me karrierën dhe ndryshimet të mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, se këtu lozet një rol shumë i rëndësishëm mbi atë çka kemi, mbi atë çka duam, sidomos lidhjet me pengesat që keni pasur probleme me persona të tretë, por kjo nuk ju prish Terezinë ju se rregulloni dhe dini shumë mirë çfarë do të bëni, ku do të shkoni. Lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëreshtë dhe diçit të tretë do të shikoni juve dhe me briçapt dhe diçit të parë. Pra, në të treja shenjat që diktojnë ose ndikojnë shumë gjëra në lidhje me punën tuaj, lidhje me dashurinë tuaj dhe me njerëz të fuqishëm, të rëndësishëm në jetën tuaj si e dashur apo çështje pune. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet është një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese mbi gjërat që neve bëjmë, mbi gjërat që neve kërkojmë të realizojmë. Që këta janë binjakët. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa keq kuptime. Kanë ndikime shumë të mëdha sepse shumë i rëndësishëm se prek drejt për së drejtë punën tuaj, çështjet personale, parat, familjen, komunikimin, shoqërinë dhe jo vetëm. Fillimi i muajit ka dhe të papritura, lëvizje nga puna, por është në favorin tuaj, jo disfavor, sepse ndikimi im baza juaj, sepse Merkuri në retrograd në shenjën e Kafores, për juve është planeti udhëheqës, prandaj për çdo periudhë e Merkurit në retrograd ndihet më fort dhe kjo shenjë nga ndikimi dhe forcimi që ka të bëjnë është një mundësi shumë e mirë për juve sepse në një anë rregullon, stabilizon shumë gjëra dhe mundësi të arta që keni, por gjithashtu ka të bëjnë edhe ana tjetër e pozicionimit të planeteve. Por kemi që bëjmë shumë me binjakët e 10 diçit të parë, që do lidhet shumë me anën ekonomike dhe 10 diçi i parë gjithashtu është muaj me fuqinë shpërthyese, sepse juve të këtij 10 diçi jeni mjaft ndikues nga lidhja Mars-Uran në shenjën tuaj me datën 4 korrik. Kjo është një energji që mund të sjellë ndryshime të papritura në vendime dhe imazhe shumë të mëdha. Por gjithashtu, kjo mund të jetë një ndikim çlirues, por edhe pak nervoz. Ju duhet të bëni kujdes në impulsivitetin tuaj në ditët e para të muajit, sepse jeni pak të paduruar dhe drejt për së drejti mund të prishni disa ekuilibra dhe nuk është në firën tuaj. Por Neptuni në retrograd në dash ju prek pak a shumë në lidhje me disa çështje pune dhe doni të rregulloni disa gjëra, një punë e dytë është e mundur, por korriku nuk lejon gabime. Prandaj mirë është të tregojmë të vërtetën. Kjo nuk është humbje, kjo është pastrim, është rregullim, është stabilizim. Në pjesën financiare, Merkuri në retrograd, në Kaforin dhe Hënën e Re, kërkojnë kujdes në lidhje me parat ose disa çështje që mund të ndikohemi ose mund të marrim një vendim shumë të rëndësishëm, por është momenti që mund të shohim qartë çfarë duam dhe çfarë neve na intereson. Por ajo që do të keni në lidhje me disa gjëra, një këshill për ju është që të mos ngatërroni shpejtësinë me qartësinë, sepse korriku ju jep fuqi, guxim dhe mundësi, por nëse nuk kontrollojmë impulsin, mund të krijojmë tensione të panevojshme. Veproni me marrje vendimi të rëndësishëm në kohën e duhur, veproni në anën tuaj dhe jo gjithmonë mund të marrin vendime dhe të pa baza. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Kemi në 10 diçin e dytë, 10 diçi i dytë, i kësaj shenje duket se na ndikon jashtëmase, por ka të bëjë me Marsin me Uran ose ndikimet të mëdha që do të kemi tani, do thotë është një muaj mjaft me organizime, pune, rishikime, plane afatgjat. Dhe kjo do thotë jo vetëm kaq, por keni mundësi shumë të mira në lidhje me punë, lidhje me vendime të mëdha që do të merrni, sidomos në fushën e dashurisë. Ka diçka shumë të mirë mbas datës 22, ku dielli në Luan, energjia bëhet e mirë dhe komunikimi merr një rrugtim tjetër. Pastaj ka të bëjë shumë deri në ndikimin më të madh, sepse Jupiteri në Luan që mund të japë mundësinë dhe kohën e duhur me datën 29 korrik, do kemi mundësinë dhe periudhën e duhur për nisma të reja. Dhe kjo do thotë që është momenti ky muaj
kërkon të ndërtoni më mirë punët e juaja, të kontrolloni dhe të rregulloni jetën private, sepse keni mundësi shumë të mira në këtë aspekt. Mundësit vinë, por vetë nëse keni mundësinë për çdo gjë e keni në dorë juve. Binjakët e 10 diqit duket se kanë të bëjnë shumë, është shumë e rëndësishme paraja për juve miqtë të dashur, vetëvlerësimi, marrëdhëniet familjare dhe përgatitje për fazën e ndikimeve të mëdha që do të keni tani tutje, sepse kemi të bëjmë me takimin e diellit dhe mërkurit më 13 korrik dhe hëna e re në Gafore me datën 14 korrik. Pra kemi të bëjmë disa gjëra për ditëshin e tretë, kam shumë shanse dhe do thosha që mund t'i shfrytëzoni për të mirën tuaj. Ato që ju them, kjo është dhe shikoni dhe vetë do më kujtoni. Në fushën e dashurisë, duket se nuk ke diskutojnë për vetë dyshim për 1000 arsye, sepse binjakët të 30 diqit kanë një mundësi mjaft të mirë dhe jo vetëm, por kanë edhe ndikime të mëdha në fushën e biznesit të tyre, në fushën e karrierës së tyre, sepse me karrierën sidomos kanë nisur një diçka shumë të madhe dhe nuk e diskutoj që kanë për të arritur qëllimit të tyre në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, ku jepet kjo mundësi, ku jepet kjo kohë, sepse ndryshimi është i madh dhe mundësia është e artë në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që udhëheq muajin dhe mundësitë që vijnë drejt jush, që do thot shenja e Gafores. Gafore dashura, duket se për të lindur të shenjës suaj, ky korrik është një nga muajt më të rëndësishëm të vitit, sepse shumë prej ngjarjeve kryesore astrologjike ndodhin pikërisht në shenjën tuaj. Ky është një muaj rikthimi tek vetja juaj, muaj i rilindjes personale dhe fillimit të madh. Po bëni gati 10 vite që ky korrik është ndryshe për juve. Dhe jo vetëm kaq, por meqense kanë ka të bëjnë me diellin në shenjën tuaj dhe me Mërkurin në retrograd në shenjën tuaj, kjo do thotë se pjesa e parë e muajit është personale. Nuk është një periudhë që Gaforia mund vazhdojë sikur asgjë nuk po ndodh. Përkundërzi, shumë gjëra kthehen për të parë përsëri. Mund të rikthehen në mendime dhe ndryshime të mëdha, rishikime, sepse Mërkuri në retrograd në shumë tuaj prek ato që do të thotë mundësi, do të thotë vazhdimsi, di çfarë të bëj. Na rikujton nga e kaluara, pra komunikimi duhet pasur pak kujdes. Është për Gaforët është thjesht një tip vonesë do të thosha unë, por megjithatë kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse ja keni arritur qëllimin tuaj dhe dini shumë mirë çfarë bëni në anën tjetër. Prandaj nuk është vend për ose kohë që të keni problematika të tilla. Ka të bëjë shumë gjithashtu Gafori e 10 diqit parë. Për Gaforit e 10 diqit parë, korriku duket se është një muaj i ndjeshëm dhe shumë i rëndësishëm, sidomos për shkak të Neptunit në retrograd në Dash, Marsi me Uranin në Binjak dhe Hënës së plot në Ujor në fund të muajit, ju mund të ndjeni diçka që po lëviz brenda jush. Dhe nëse nuk e shpjegohet me njëherë në ngjarje të tjera, do të thotë se Marsi me Uranin në Binjak në fillimin e muajit mund të jetë diçka shumë e rëndësishme për juve, sepse ju mëson, rregullon gjëra të mëdha. Kurse në anën tjetër kemi Neptunin në retrograd në Dash për sa i përket disa gjërave ose disa çështjeve ekonomike financiare, disa momente që janë më të mira të mundshme, por për shkak të disa lodhjeve të vogla janë dhe këto kalimtare dhe jo problematike. Por gjithashtu ka të bëjnë në lidhje me është që disa sinjale të brendshme do të keni kujdes, sepse korriku vërtet kërkon qetësi, por është një qetësi përpara shtohisë, sepse lidhet shumë me vendime që do të merrni Gafore dashura. Prandaj vini veshin, keni kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh. Kurse Gafori e 10 diqit të dytë do të thotë diçka shumë të rëndësishme, sepse është shumë serioz për shkak të Saturnit në retrograd, kjo do thotë në punë çfarë flisni dhe lidhe me karrierën dhe përgjegjësitë që do të merrni. Imazhi publik, drejtjetës suaj. Prandaj do të pasur shumë kujdes juve të 10 diqit të dytë, sepse është një diçka në lidhje me punën ose disa çështje të tjera që do të ndikojnë tani e tutje. Është ndikim mjaft i madh, por meqense Saturni ju mëson të mos ndërtoni jetën vetëm mbi emocione, po duhet edhe strukturë. Prandaj do keni kujdes në këtë aspekt në lidhje me gjërat të mëdha që do të vinë. Gaforët e 10 diqit të tretë duket se kanë të bëjnë në anën e tyre me hënën e re në Gafore pikërisht në gradën tuaj, jeni më të ndikuari sepse dielli me Mërkurin në retrograd duket se ka të bëjnë një nga periudhat dhe çështjet më personale dhe shumë të forta
në shumë të rëndësishme për një fillim të ri. Në pjesën e parë të muajit do të keni mundësinë juve të lidiqit të tretë, duke pasur parasysh edhe ndryshimin që do të keni, edhe mundësi që vinë. Janë ndikoni edhe në gjërat e tjera që do të keni, sepse një mundësi është mjaft vendimtare për gjërat që keni dhe mundësi që do t'ju ofrohen. Por gjithashtu është një moment mjaft i mirë dhe është stabilizues mbi atë çka ndodh, mbi atë çka bëhet. Por gjithsesi kërkohet kujdes. Të 30 vjeçët kanë një moment shumë pozitiv në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që vijnë, sepse në ndikimin e përmbledhjes muajit korrik në dashuri është muaj i fuqishëm personal që ka të bëjë edhe me takime, edhe me mundësi, edhe kohën e duhur në anën tuaj, por muaj është kthehu tek vetja, por mos mbyll të kaluarën, shikoje që mos gabosh në të ardhmen. Rregullo çfarë duhet rregulluar, mos mbaj në atë që të rëndon. Fillimi i ri është i mundur, por duhet të lind nga vetja, jo nga frika. Dhe nga e vërteta, për sa përket me qartësisë dhe çështjeve të mëdha, ndërtoni gjëra që të kenë një gjatësi. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për juve dhe e keni mundësinë, nëse thotë Jorgo, por vjen vetiu gjërat aty ku dëshironi juve që t'i rregulloni dhe jo vetëm, sepse është një moment mjaft i mbar në anën tuaj dhe në lidhje me pozicionimin e planetave, pozicionimin e gjërave që do të keni dhe është një nga ndryshimet dhe favorizimet që do të keni tani tutje. Është një moment që vërtet ka të bëjnë me çështjet e komunikimit, ka të bëjnë dhe me disa marrje vendime të rëndësishme për kohën dhe për momentin tuaj, sepse lidhet edhe me dashurinë, lidhet edhe me mundësinë, por lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me dëmt të diçit të parë, me virgjëresht të diçit të tretë, me ujor të diçit të parë, që është diçka shumë pozitive, edhe pse disa martesa që janë mëse mundur të ndodhin në këtë aspekt. More ka ndodhur dhe do ndodhin gjëra, po është pikërisht kjo periudhë që ngadonjëherë mund t'ju ndikojë në anën tuaj, sepse ndryshe e mendoni, ndryshe veproni, por nuk e besoj që do të keni një problem për t'u shqetësuar këtu, por është për t'u gëzuar për shumë arsye dhe shumë ndryshime që do të keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese për punën dhe karrierën, që ka janë luanët. Luan të dashur, keni mundësinë, keni dhe kohën tuaj për sa i përket 1000 arsye, sepse për të lindur të shenjës së luanit korriku është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse përgatit një kalim të madh nga prapaskena, lodhja, reflektimi, mbyllje një cikli drejt një faze shumë më personale dhe më të dukshme dhe më të fuqishme. Ky është një muaj që fillon në heshtje, por mbaron me dritë të fortë mbi luanin. Megjithatë, kjo dritë është më e thjesht, ajo sjell mundësinë, rritje, vetbesim, ekonomi, stabilizim dhe ndryshime të mëdha. Sepse muaji ka të papritura, muaji është mjaft ndikues, rrezatues në ato që bëhet, por kërkohet dhe kujdes në gjërat e tjera. Luani i diçit të parë duket se kanë të bëjnë shumë, është jashtëzakonisht i fuqishëm. Ju jeni në ndikimin më të madh, sepse hyrja e diellit në luan, nga përballja me Plutonin në lidhje me Neptunin dhe Uranin, diellit me Jupiterin në shenjën tuaj, nga hëna e plot në ujor, kjo është një periudhë ku mund t'ju vendosë në qendër, por dhe përballë njerëzve që kërkojnë një përgjigje të qartë nga ju. Në fillim të muajit, Marsi me Uranin në binjak mund të sjellë zhvillime të papritura në miqësi, grupe, rrjete sociale ose projekte afatgjatë. Mund të dalë një mundësi e papritur, një kontakt i ri ose një vendim i shpejt për të ndryshuar rrethin tuaj, por mund të ketë edhe tensione me një mik ose një grup personash që juve bashkëpunoni. Por dini një gjë, mos reagoni me njëherë, sepse juve keni krenarin dhe kjo nuk është në të mirën tuaj, sepse prishni disi reputacionin tuaj. Por gjithsesi ka të bëjnë shumë me punën aktuale dhe diçka shumë të madhe që do të keni tani e tutje. Por pjesa më ndikuese dhe më idealja në lidhje me këto çështje fillon me datën 22 korrik, ku dielli hyn në shenjën tuaj dhe ju filloni të ndikoni shumë në këtë drejtim, pra ka të bëjnë shumë edhe me ndryshimet, edhe me mundësi. Fundi korrikut mund të nxjerrë në dritë shumë gjëra dhe ndikime shumë të mëdha në këtë aspekt. Dhjetëdiçi i dytë, për luanët e dhjetëdiçit të dytë është një përgatitje disciplinë riorganizimi
Dhe jo vetëm kaq, por meqenëse Saturni në retrograd në Dash është shumë e rëndësishme për ju. Ndikimet, favorizimet, mundësitë që keni tani tutje, është një moment mjaft pozitiv. Një punë e re është prag për të zgjidhur. Një çështje madhore, një udhëtim është e mundur të ndodhi. Në dhjetëçi të tretë i shenjës së Luhanëve, duket se ka të bëjnë është një muaj i thellë për mbyllje pastrime të brendshme të përgatiteni për fazën personale. Ju prekeni nga ndikimi i Mërkurit në retrograd në Kafore, por do thotë që pjesa më e madhe e muajit do jetë e ndjeshme dhe shumë pozitive, sepse do të merrni mundësinë për sa i përket punës ose një blerje që do të bëni juve të shenjës së Luhanit në përgjithësi mbi atë çka e prisni me dëmos dhe për ta realizuar një herë mirë. Në dashuri luan të dashur do bëni shumë kujdes këtë muaj, korrekt, sepse është një muaj që kërkohen 100 gjëra për të arritur atë që kërkoni dhe jeni të besuar të vetvetes suaj në atë çka keni dhe nga atë çka juve pretendoni dhe rregulloni. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që është mundësia, është periudha ku ndodhin fenomenet edhe koha e duhur për zgjidhje të problematikave të ndryshme. Por gjithashtu, luanët kanë dhe mundësi shumë me shenjat e ajrit, që do thotë me shenjën e peshores, do thotë me shenjën e ujorëve, por në anën tjetër kanë dhe binjakët, sepse kanë një ndikim shumë madh dhe një lidhje shumë të fortë mbi atë çka kanë dhe çka duan të kalojnë. Prandaj ka një gjë që kërkohet shumë kujdes dhe vëmendje, vigjilencë në lidhjet që bëni, sepse mund të keni keq kuptime. Prandaj unë ju them ju bëni si doj e bardha zemrës tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese, kontribuese dhe mundësi të ardh, që do thotë Virgjëresha. Virgjëresha duket se muaji i ndryshimeve në karrierë dhe zgjidhje të mëdha. Jep mundësi, jep kohën dhe diturinë. Ka diçka shumë të madhe, sepse për të lindurit të shenjës së Virgjëreshës, Korriku është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse prek njëkohësisht shoqërinë, miqësitë, planet afagjat, karrierën, marrëdhëniet, financat dhe jo vetëm kaq, por ka dhe ndikime shumë të mëdha në vazhdimsi. Ajo çka do duket dhe planet afagjat që keni është një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Meqense fundi i muajit vendos përballjen e pushimin dhe punën, por në anën tjetër disa detyrime të vogla që duhen të mbyllni. Dhe kjo do thotë është shumë e qartë. Nuk mund të keni ose disa gjëra të vogla problematike, nuk keni pasur diçka që ju keni. Por 10 ditë i parë i Virgjëreshës duket se është një muaj me shumë forcë mbi punë dhe karrierë, sepse juve keni ndikimin më të madh me Marsin në Uran e Uranin në binjak. Afrodita në shenjën tuaj dhe Afrodita është fillimi dhe kalimi i saj. Neptuni ndikon shumë dhe jep mundësi, por e keni dhe një moment shumë pozitiv në anën e punës suaj dhe të karrierës, por gjithashtu lidhet me ndikimet anës pozitive dhe 10 ditë i parë është mjaft ndikues, por ajo që unë ju them është mos përpiqeni të kontrolloni çdo detaj. Kur jeta po kërkon ndryshim, organizimi është fuqi, por kur bëhet ngurtësi kthehet në stres. Korriku ju kërkon fleksibilitet në karrierë, qartësi në financa, të përbashkëta dhe kujdes serioz për jetën dhe vazhdimsinë. Mos e lini pas dore. 10 ditë i dytë. 10 ditë i dytë do të thotë për sa i përket juve të kësaj shenje të Virgjëreshës, për shkak të Saturnit në retrograd në Dash, ky ndikim prek financa të përbashkëta, detyrimet, borxhet, kredit, marrëveshjet ekonomike, intimitetin dhe psikologji. Mund të ndjeni se duhet të merrni më shumë me përgjegjësi në çështje financiare dhe emocionale. Mund të merrni përgjegjësi në lidhje me një marrëveshje për vendosje kufish ose për menaxhim më të rrethë të detyrimeve. Saturni nuk lejon shmangje, nuk lejon gabime. Unë e kam thënë, sepse është mësuesi i universit ku na ndikon jashtëmase, prandaj kërkohet vëmendje, kërkohet kujdes në këtë aspekt. 10 ditë i tretë ka ndikime shumë të mëdha në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve, por në anën tjetër u jep mundësi dhe kohë, por gjithsesi sa më të kujdesshëm jeni, aq më pozitiv do të jeni në vazhdimsi. Por gjithashtu ka një ndikim shumë të madh, sepse ky muaj do thotë Virgjëreshës mos u lodh duke rregulluar gjithçka për gjithë, zgjidh njerëzit e duhur, kontrollo detajet për mos u bë skllav i profesionit. Ndryshime në karrierë dhe në rutinë kërkojnë
fleksibilitet. Marrëdhëniet kërkojnë vlerë të vërtetë dhe ndikime të tjera që do thot familja jeni të gatshëm për një cikël të ri personal. Dashuria është më e arta në ndikimin më të madh që ka të bëjnë për Virgjëresha, sepse Virgjëresh dash, Virgjëresh shqiptar të diçi 3, Virgjëresh peshk të diçi 2, është më perfektja dhe më ndikuesja, sepse ka të bëjnë shumë me maturim, ka të bëjnë shumë me ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush. Juve mund ta merrni të mirëqenë ose mund thoni se kam kohë akoma, por kjo nuk do të thotë se ka përfunduar gjithçka, por duhet pasur kujdes në gjërat që do të ndodhin, në gjërat që do të kemi në lidhje me një mundësi që kemi, por gjithsesi kërkohet kujdes. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft mundësi, sepse është një muaj që vendos në provë karrierën dhe marrëdhëniet, që këta janë të shenjës së peshores. Për sa përket gjërave që kanë ndikime më të mëdha që kanë bëjnë në lidhje me disa çështje madhore, me disa çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, por gjithashtu për të lindurit të kësaj shenje është një muaj shumë i rëndësishëm sepse prek fuqishëm karrierën, imazhin publik, marrëdhëniet, partneritetet, planet e fatgjat, miqësitë, dashuritë, fëmijët, ekuilibrin e brendshëm. Ky është një muaj që peshorja nuk mund të qëndrojë vetëm në sipërfaqe, duke përpjekur të ruaj paqen për çdo kusht. Përkundërzi, Korriku kërkon vendime më të pjekura, qartësi profesionale, rishikim në marrëdhënie dhe shumë ndershmëri me veten. Prandaj unë ju them që bëni pak kujdes në këtë aspekt. Nëse bëni pak kujdes, do jetë diçka shumë e madhe dhe ndikimi ka të bëjë shumë në lidhje me gjëra. Por meqense fundi i muajit duket se ju vendos përballë miqësinë dhe dashurinë, ose të dashurisë së munguar, gjithashtu krijimtarinë personale. Peshorja duhet të gjejë ekuilibrin e saj mes saj dhe të tjerëve, por megjithatë ka edhe ndikime mjaft të mëdha. Prandaj duhet pasur kujdes mos humbin qetësinë ose gjërat e tjera do të ndikojnë. Se jeni shumë të ndikuar miqtë të shenjës së ajrit, që jeni të shenjës së peshoreve, por në anën tjetër, peshorja e 10 diçit parë duket se është shumë rëndësishme për marrëdhënie, partneritete, udhëtime, studime, projekte dhe ndikime të mëdha për blerje. Jo vetëm kaq, por keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me ndryshime dhe ndikime të mëdha që keni. Sepse 10 ditë parë ka qenë është mbetet mjaft ndikues dhe rrezatues në atë që keni. Meqense peshore duket se është juve peshore do të keni kujdes sepse është të mos ngatarroni idealin me realitetin. Marrëdhëniet duhet të jenë të qarta, mundësi socialet janë të forta, por zemra juaj duhet të ketë vend. Mos pranoni të jeni vetëm pjesë e grupit, nëse brenda jush keni nevojë të krijoni, të dashuroni dhe të gëzoni më shumë. Prandaj shikojeni disa gjëra, mos i merrni me një punë dhe të lini tjerat pasdore, sepse e lënia pasdore të lë pasdore dhe është një problem më vete pastaj. 10 ditë që parë ka të bëjë shumë në lidhje me është çështjet e punës, sepse është një muaj shumë serioz për marrëdhënie për shkak të Saturnit në retrograd në Dash. Ky është ndikimi kryesor për juve. Saturni ndodhet përballë shenjës suaj dhe kërkon pjekuri, përgjegjësi dhe vendime të qarta në martesa apo partneritete, bashkëpunime dhe kontrata. Nëse një marrëdhënie ka bazë të shëndetshme, Saturni mund ta forcojë atë. Mund të flitet më seriozisht në përgjegjësi të angazhimeve dhe të kufive tane. Kur e kam thënë gjithmonë se Saturni dënon për ata që nuk marrin përsipër diçka që është bërë gabim dhe nuk e ndreqin kurrë. Për ata që kanë bërë shumë dhe si shpërblim kanë marrë keq interpretimin e të tretëve, atëherë juve dilni fitimtar dhe del e drejta në shesh. Janë edhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do më kuptoni e do e shikoni. Se ka bëjnë shumë edhe me punën. Peshorët e 10 diçit të dytë dhe të tretë ka një ndikim shumë mirë tani, një moment shumë i mirë sepse lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet dhe me ndryshimin e madh, por ajo që do të keni kujdes, qëllimi është t'ju tregoj ku duhet të vendosni veten më qartë, që të dini çfarë doni të bëni, sepse gjithmonë ky muaj
thot për juve të peshorës, mos zgjidh paqen e rënë, zgjidh qartësinë, karriera kërkon drejtim, marrëdhëniet kërkojnë pjekuri dhe zemra kërkon hapësirë për të krijuar dhe dashuruar. Nëse nuk fshiheni pas kompromisit, korriku mund të ndihmojnë të ndërtoni një ekuilibër më të vërtetë. Andaj shikojeni këto gjëra, nuk ka thot Jorgo për mbushur minutazhin, nuk e thot Jorgo për shenjat e keni kuptuar dhe vetë xhanëm. Për na jemi më të hapur kur kemi parashime mujore, parashime javore, flasim pak më tepër. Gjithashtu ka të bëjnë me dashurinë e munguar. Presuppozohet që muaji korrik është muaji i familjes, i njerëzve. Të padashuruarit kanë anën më pozitive të qenë ndonjëherë. Lidhjet afatgjat për juve që është peshores, që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, ka të bëjnë me peshk të 10 ditë të tretë, me akrep të 10 ditë të dytë. Pra shikoni se sa, dakor, sepse ka një ndikim sepse peshorja duhet afër akrepit, por nëse s'ka lidhje, varet nga planeti ku ndodhi. Prandaj do të keni kujdes të vëmendshëm në këtë drejtim. Nëse jeni në këtë vazhdimsi, këtë rrugtim, e keni të fituar. Për shkak të ndikimeve planetare, siç kemi Mërkurin retrograd, siç kemi Saturnin retrograd, Neptunin gjithashtu, na jep disa mundësi. Por kur i kemi në retrograd, po të vini re, nuk është keq. Siç dëgjoni në rrjetet sociale rëndom. S'ka piklidhje. Na ndihmon. E kemi gabim të ta ndrejshim. Jo se hajde se është do të bëjmë sipas shefit tim, po nuk e bëj dot. Atëherë do të shikoj diçka që unë të jem në sintoni me atë çfarë bën, të jem në një drejtim, në një pikësunim për gjërat që kërkojnë rregull dhe paqe. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kërkuese, mjaft vezulluese në lidhje me çështjet që kanë bënë mjaft shenjë uji, që do të thotë akrepi. Kemi të bëjmë në lidhje me disa ndryshime, me disa gjëra që ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve dhe të gjërave që kanë të bëjnë me anën edhe vendime që mund merrni në kohë. Është mjaft ndikues, sepse është një ndikim mjaft i mirë, por përballje të forta mes familjes dhe karrierës, mos e harroni këtë. Tani do thoni juve, por kem dhe familje, por duhet dhe karrierën, që ti mund mundohem që të t'ja dalë mbar. Por gjithashtu, akrepët kanë ndikime shumë të mëdha tani, dhe kjo do thotë ka lidhje që janë shumë të ndjeshme, ato që do themi vendimtare për jetën, udhëtimet, dokumentat, çështjet e jashtëvendit, punë të përditshme dhe jo vetëm. Ky është një muaj që fillon me nevojën për rishikimin dhe qartësinë dhe përfundon me kulmin shumë të fortë në boshtin familje karrierë. Akrepi është një shenjë që nuk trembet nga thellësia, por korriku nuk kërkon vetëm forcë psikologjike, kërkon dhe ndikim dhe stabilizim. Kërkon të kuptohet disa gjëra që mund të kontrollohen në të njëjtën mënyrë si më parë. Disa plane duhen rishikuar, disa marrëdhënie duhen parë më qartë. Disa çështje familjare dhe profesionale mund të arrijnë një pikë që nuk mund të shtyhen më. Meqense kemi ndikime shumë të mëdha në lidhje me çështjet madhore, çështjet e ndryshimit të madh ose gjërave që kanë të bëjnë, por gjithsesi është edhe një periudhë mjaft ndikuese, është mjaft përvetësuese nëse e marrim në këtë formë, por ka dhe një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet e takimeve, çështjeve të punës dhe të karrierës. Por gjithsesi, 10 ditë i parë, edhe ndikime që kanë bënë, por ajo që është këshill për muajin, lidhet që për akrepin ka të bëjë shumë në lidhje me anën pozitive, por në anën tjetër, sepse kemi një hënë të plotë dhe një hënë të re, por meqense kemi hënën e plotë në ujor, dhe hëna e plotë është shumë e fortë, sidomos për 10 ditën e parë, mund të dalin dritë diçka në familje, mund të kuptoni se një bazë e vjetër nuk mban më. Gjithashtu mund të kenë ndryshime shtëpie, marrëdhënie mes prindërve, si në jetë private, ashtu edhe në vazhdimsi, të ndërtoni sigurinë tuaj. Kjo hënë e plot nuk është e lehtë, por është e nevojshme. Ajo tregon se nuk mund të ndërtoni karrierë të fortë mbi një bazë të brendshme të paqëndrueshme. Akrepit të 10 ditë të parë, meqense e flasin në një farë mënyre në lidhje me ndryshimin ose me ndikimet të mëdha që vijnë, nuk është se ka të bëjnë me anën tuaj ose pozicionimin e planeteve,
por ka të bëjnë edhe me ndryshimet të tjera që do të vinë drejt së vërtetës apo disa çështje që kanë të bëjnë, sepse në fillim të muajit Marsi me Uranin ose ndonjëherë zgjidhja ndryshon ose ka diçka shumë të madhe në brendësi dhe ju jep një ndihmë në këtë aspekt. Kurse dhjetëdiqi i dytë, pra dhjetëdiqi i dytë është muaj serioz në punë dhe jo vetëm kaq, por ka dhe diçka shumë të madhe që lidhet me ekonominë dhe në anën tjetër në pozicionimin e planeteve dhe anën e punës dhe të karrierës. Merkuri në retrograd në Kafore është më mbështetëse për ju, sidomos lidhet me punën tuaj dhe dokumentacionet. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për shumë gjëra që do arrini majat. Për ju që është ajo çka do të thotë në lidhje të dhjetëdiqit parë, do të thotë që është të shihni disiplinë si kufizim. Por për ju korriku disiplina është mbrojtje. Nëse rregulloni punën, shëndetin dhe rutinën, nuk do të keni shumë forcë për të balleni me ndryshime profesionale dhe familjare që po vijnë. Prandaj rregullojeni punën dhe vazhdoni në lidhje të jeni mos mbani mëri ose të mërziteni dhe sepse kur mërziteni diçka logjike është mos jesh aty ku duhet dhe mos arrish aty ku ti kërkon. Dhjetëdiqi i dytë është një ndikim mjaft i madh sepse është e rëndësishme në rastet të punës suaj, në ndikimin tuaj në besimet dhe në ndikimin e madh që do të keni në punën tuaj. Por ajo çka do të keni pa kujdes nga punë të reja që do mund të merrni. Nga punët e reja. Problemi nuk është se çfarë mund të bëhet, po është diçka që kërkon vëmendje dhe kujdesin. Por gjithsesi, kjo periudhë është nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese për gjëra që do të ndikojnë. Por megjithatë, është edhe një mundësi mjaft e mirë sepse ka të bëjë shumë me ndikimin e madh, sepse dhjetëdiqi i dytë dhe i treti ka të bëjnë shumë me mundësi të arta. Ky muaj do të thotë për ju që është akrepit, mos kërko kontrollin aty ku jeta kërkon transformimin. Rishiko planet e mëdha, rregullo financat të përbashkëta, kujdesu për gjërat të mëdha të familjes. Zgjidh njerëzit e duhur dhe mos sakrifiko paqe familjare për ambientin e verbër. Kurriku mund të sjellë mundësi të forta profesionale, por vetëm nëse baza juaj e brendshme është mjaftueshme fort për t'i mbrojtur ato. Dashuria, lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë, mundësit që ju jepen tani e tutje, bëni kujdes, mos u nxitoni, mos i merrni gjërat me shpejt, por pak e sakt jo shumë e përlum, sepse është një ndikim shumë i madh, sepse akrep dem, akrep virgjëresh, akrep ujor, ka një mundësi, një lidhje psikoshpirtërore, ka një lidhje shumë të brendshme, shumë të thellë me njëri tjetrin, por vallë kërkohet kohë, njohja dhe stabilizimi i saj. Por gjithsesi kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kontribuese, mjaft ndikuese dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje. Që do thot shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, me kësaj shigjetarët duket se muaji ju hap horizonte të reja, por kërkon vendime të vështira. Ka diçka shumë të madhe, por meqense duhet të them çik më detajet në këtë aspekt. Sepse për të lindur të kësaj shenje, korriku është muaj shumë i rëndësishëm sepse për prek thellë marrëdhëniet financiare të përbashkëta, prek shumë udhëtimet, sjell në vazhdën e vet, në rrugtimin e vet, horizonte të reja, punë të reja, dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot ndryshime shumë të mëdha. Por meqense shigjetari është shenjë që kërkon liri, vizion, lëvizje, por korriku nuk e lejon këtë liri të jetë e pakontrolluar. Përpara se të hapet një derë e madhe në fund të muajit, ka çështje më të thella që duhen parë. Para të përbashkëta, detyrime, besim, marrëdhënie, kontrata, kufi emocional dhe njerëz që ju qëndrojnë përballë jush. Pra, ky është muaj që fillon me pyetje: ku jam i lidhur, ku jam i varur dhe ku duhet të sqaroj gjërat. Dhe përfundon me pyetjen: ku duhet të shkoj dhe sa larg jam. Dhe të iki akoma më larg. Arsyeja me ndikime nga më të mëdha sepse ajo që do të keni, pjesa e parë e korrikut nuk është
për të anashkaluar detyrimet. Çdo gjë që lidhet me paranë dhe pagesat, marrëveshjet, kredi, dokumentacione financiare ose ndarje përgjegjësisht kërkon kontroll të kujdesshëm. Kjo nëse juve keni diçka që lini hajde se do ta paguaj nesër, është pak problem. Prandaj mundoni që të jeni korrekt. Ajo që do të ndikohet që ka të bëjnë në marrëdhënie dhe periudhë për prek besimin, mund të dalin në pa pyetjet, a mund të mbështeten tek ky person? A janë të ndara drejt përgjegjësitë? Shtohet çështja edhe koha. Gjithashtu, a ka diçka që nuk është thënë? Apo jap shumë se sa marr? Nëse juve jepni më shumë se sa merr, nuk e diskutoj unë këtë. Nëse ka paqartësi, koriku nxjerr në sipërfaqe për të krijuar shumë gjëra, por nëse kërkojmë qartësinë e kemi dhe ja arrim qëllimin tonë. Në disa çështje të tjera që mund kemi ose disa mundësi që neve na vinë drejt për së drejtit tek ne, ka ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive. Meqenëse do të kemi në anën tonë, do të thotë në përditshmërinë tonë, Dielli me Jupiterin në Luan thotë, shiko larg. Hëna e plot në ujor thotë, mos harro të sqarosh fjalët, dokumentet dhe marrëveshjet pranë teje. Për sa përket shigetarit. Ky është ekuilibri kryesor. Vizioni i madh duhet të mbështetet në komunikim të qartë. Dhe të gjitha këto që unë sapo them, sepse kemi të bëjmë me hënë plot, kemi të bëjmë me hënë tre, kemi të bëjmë me ndryshime, kemi të bëjmë me shumë gjëra. Sidomos shigetarit i diçit parë ka të bëjë shumë për sa përket këtij muaji, sepse ky muaj është shumë i fuqishëm, sepse ju prekni drejt për së drejt nga Marsi me Uranin në binjak, Neptuni në retrograd në Dash, Dielli me Jupiterin në Luan dhe hëna e plot në ujor. Kjo është një periudhë ku kjo periudhë bën që sidomos në marrëdhëniet, komunikimet dhe planet më dha. Fillimi i muajit mund të jetë i papritur në marrëdhënie, sepse mund të prishë disa ekuilibra me të drejtë ose diçka. Jo çdo zgjidhje duke ikur ose duke thënë fjalën e fundit, por duhet të kemi kujdes çfarë flasim, ku flasim dhe çfarë neve themi. Prandaj kërkohet kujdes në këtë aspekt. Dhjetiçi i dytë jep shumë mundësira, por bashkë me dhjetiçin e parë që është ajo çka do të keni, ta keni parasysh dhe vetë ju, do thotë këshilla është që mos lejoni që tensioni në marrëdhënie të prish mundësi të mëdha që po vijnë. Flisni qartë, mos premtoni pa menduar dhe mos tregoni pa kuptuar, sepse sekretet mbahen, nuk jepen. Dhe kjo do thotë, nëse ruani ekuilibrin dhe fundi i muajit mund të jetë shumë i rëndësishëm për vazhdimsi. Shigjetari i dhjetiçit dytë ka një ndikim tjetër shumë pozitiv, se vjen përmes disiplinës dhe përgjegjësisë, punës dhe ndikimeve të mëdha, se është ndikimi i punës dhe i paras. Keni të bëni shumë dhe me ndikime të mëdha të ekonomisë dhe vendet që do të nisi, po juve të dhjetiçit të dytë, do të thonë që do të merrni seriozisht. Nëse një dashuri, një projekt apo një talent që ka vlerë, duhet të jepni strukturë. Saturni nuk ju pengon, ju mëson të mos humbni zjarrin në shpërndarje. Kjo do thotë që ajo çka keni, vrullin tuaj, mundësinë dhe kohën e keni në dorë juve. Keni gjithashtu një ndikim shumë të madh. Dhe kjo nuk është thjesht retori, nuk është thjesht diçka që ndodh, sepse ndikimi i shigjetarit të dhjetiçit të tretë na jep disa mundësi në lidhje me punën, ka të bëjë shumë një ndikim shumë i madh për shigjetarit të dhjetiçit të tretë, sepse hëna e re në gafore do thotë dhe Mërkuri në retrograd prek financa të përbashkëta, detyrime, prek ndryshime dhe jo vetëm kaq. Gaforia ju çon në zonat ku duhet kujdes, ngjeshmëri dhe analizë emocionale. Nëse ka çështje më parë të përbashkëta ose keni çështje të tilla siç ka të bëjnë me borxhe, kredi, pagesa, taksa ose marrëveshje ekonomike, ato mund të rikthehen për t'i rishikuar. Nëse ka një lidhje ose një besim që është i qartë, koriku mund t'ju sjell biseda të rëndësishme. Nëse ka frikë të brendshme që nuk i keni pranuar, ato mund të kërkojnë vëmendje. Është sepse mundësia dhe koha. Ky muaj thot për juve shqiptarë të dashur që liria është e bukur, por nuk mund të ndërtohet mbi marrëveshje të paqarta. Sqaroni detyrimet, flisni drejt për së drejtën në marrëdhënie, mos u nxitoni të ndryshoni gjërat pa pritur, ose mos u nxitoni në konflikte dhe përgatituni për një hap më të madh. Në fund korrikut horizontet hapen, por
rruga do të jetë më e fortë nëse fillimet i keni rregulluar atë që ju lidh, ju rëndon ose ju mban të pasigurt. Është koha juaj, është ajo çka kam, ajo çka dua, ajo çka unë do arrit. Në fushën e dashurisë, edhe pse me një nga mundësitë që keni, ka të bëjnë shigjetar virgjëresh, shigjetar peshk, ka diçka shumë të madhe, dhe shigjetar ujor të 10 vjeçit parë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe vezulluese dhe mundësi të arta që do thot Britsjapi për sa i përket Britsjapët duket se kanë një mundësi mjaft ndikuese dhe tepër rezultate janë të shkëlqyera, po rrezatojnë atë çka duan, sepse është muaj që teston marrëdhëniet, parat dhe sigurinë tuaj. Të lindur të kësaj shenje duket se është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me ekonominë. Është një muaj që kërkon seriozitet, qartësi dhe pjekuri. Britsjapi është shenjë që kërkon kontroll, plan, strukturë dhe rezultate, por korriku nuk e lejon që të kontrolloni gjithçka vetëm nga ana praktike. Shumë gjëra do të kalojnë përmes marrëdhënieve dhe ndikimeve të mëdha që vijnë drejt jush. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse në lidhje me anën shpirtërore, afërdita në virgjëresh mund të sjellë afrimitet përmes udhëtimeve, studimeve dhe jo vetëm, por nuk premton ëndra boshe. Premton mundësi që ndërkohët në detaje të jeni kujdes dhe të keni plane për jetën tuaj. Dhe lidhjet apo njohjet është koha kur kemi diellin në gafore, mi kemi të dashur, nuk kanë të konceptoni juve në fakt, se sa mirë është për martesë, sa mirë është për fejesë, se sa mirë është për njohje, për zhvillimin e rrjetit familjar, të dyja palëve, të bini ujdi për shumë gjëra sepse është periudha mjaft ndikuese, rrezatuese, edhe shumë gjëra të tjera që ndikojnë në këtë aspekt. Dhe do ta shikoni dhe vetëm kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për asgjë, sepse është kjo periudhë. Është ky moment që do të thotë ndryshime. Sepse ndikimi që ka të bëjnë, fundi i korrikut për Britsjapët është shumë i qartë. Duhet të kuptoni çfarë është e juaja dhe çfarë ndahet me të tjerët. Nuk mund të mbështeteni vetëm në kontroll. Duhet edhe besim, për besim me fakte. Nuk mund të jemi gjithçka në një marrëveshje, pa ditur çfarë merrni. Dhe nuk mund të matni vlerën tuaj vetëm me përgjegjësi, detyrime ose punë. Por kërkohet edhe vendosmëri dhe siguri për atë çka neve nisim. Dhe ditë që parë është mjafti përqendruar në lidhje me punën, në lidhje që është të rëndësishme për shtëpinë, familjen, shëndetin, financat. Ndikime dhe favorizime ka të bëjnë sepse për ju është motoja, që ndikohet që më them nga hera, mos ndërtoni sigurinë vetëm mbi punën dhe kontrollin. Duhet të kujdeseni për shtëpinë, financat dhe seriozitetin. Nëse një detyrim ju rëndon, mos e lini të rritet në heshtje. Korriku ju kërkon qartësi dhe maturi. Dhe kjo është ajo çka unë them nga hera. Gjithë pak a shumë kemi një ndikim, po jemi në kohën më të vështirë, sepse nëse do ta marrim nga ana e çfarë ndodhin, jemi qetësi përpara stuhisë. Por gjithsesi, disa gjëra duan ndryshim. Ndryshimi është kjo që unë them. Dhjetiçi i dytë është mjaft ndikues, është pozitiv, por dhjetiçi i dytë, unë do t'i thosha dhjetiçi i dytë që është diçka mjaft pozitiv, edhe këshilla që është, do të thotë për dhjetiçin e dytë që kjo këshilla për ju është mos ngatarroni pjekurinë me vetë bëni sakrificën e madhe për gjëra që nuk duhet ta bëni kaq shumë, kërkoj që tjetri nuk ka di vlerën. Po, e kuptoj për diçka që duhet bërë. Për ata që nuk kuptojnë, qëndrojmë të heshtër derisa të arrijmë aty ku dua. Gjithçka tjetër që mund të ndodhi, sepse ka të bëjë shumë, Saturni kërkon përgjegjësi në familje.
dhe ndërton kufi të sigurta për të ardhmen. Dhjetëdiçi i tretë është mjaft ndikues shumë lidhje me çështjet të pricapit, do të thotë, në Mërkurin retrograd, diellin ndikimin e madh që ka të bëjnë në juan, do të thotë, ngjarje që duhen përballë jush, dhe çështjet që kanë të bëjnë serioziteti dhe mundësia, koha dhe vendime që mund të merrni në kontrata të rëndësishme pune, në lidhje me persona të rëndësishëm që do të keni. Dhe kjo do të thotë mos u nxitoni në marrje vendimesh kur jeni të nevrikosur, sepse do humbisni shumë gjëra që nuk është në të mirën tuaj. Prandaj, me qenë se juve keni ndikime ose ka të bëjë shumë në anën tuaj. Kurse ajo që unë ju them do të thotë mos ndërto vetëm me detyrë, ndërto dhe me qartësi emocionale. Marrëdhëniet kërkojnë ndëgjim, shtëpia kërkon strukturë, puna kërkon fleksibilitet dhe ekonomia kërkon kontroll të mençur. Nëse nuk mbylleni pas heshtjes, Koriku mund të ndihmojë të rregulloni marrëdhëniet, të forconi baza private, të kuptoni mirë vlerën tuaj reale, sepse juve e keni në dashuri, po e përgjithshmja për sa i përket bricapëve. Bricapët kanë njohjet dhe lidhjet shumë pozitive, siç është bricap dash, bricap gafore, bricap peshore, ka një ndikim shumë të mirë dhe mund të japin qëllimin. Nëse juve keni vendosur për diçka të tillë, është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe tepër pozitive, që do të thotë shenja e ujorit. Për juve të shenjës së ujorit, motoja është muaj i zgjimit personal dhe përballja në marrëdhënie. Ajo që unë do të jemi kujdesshëm për atë që bëj, ujorët gjithmonë e kanë, por kanë edhe shumë ndikime. Për të rritur të shenjës së ujorit, Koriku është një muaj shumë i rëndësishëm sepse prek përditshmërinë dhe partneritetet ose çështje që kanë bëjnë me punën. Megjithatë, ky është një muaj që fillon me nevojën për rregull, kujdes dhe organizim, por përfundon me një kulm shumë të fuqishëm personal, sepse hëna e plot ndodh në shenjën tuaj. Dhe kur ndodh në shenjën tuaj, Koriku nuk është muaj që kalohet lehtë ose pa ndërgjegjësim. Ka shumë lëvizje në jetë përditshmëri. Zhvillimi në marrëdhëniet dhe përballje të forta mes asaj që kërkojnë të tjerët dhe asaj që kërkoni ju vetë. Në fund të muajit, me diellin e Jupiterin në Luan, përballë shenjës suaj dhe hënës plot në ujor, çështjet personale marrëdhëniet arrin në pikën kulmore. Muaj ndikimit të madh, muaj i stabilizimit, i ristartimit të gjërave. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, sepse ka të bëjë edhe me gjërat e mëdha që keni, çështjet ekonomike që ju dëshironi, por mos harrojmë se gjërat që ndodhin për një gjë apo për tjetrën, një ndihmës që jepni mes të çështjeve të mëdha që bëhen, mes gjërave që kemi, është një periudhë që vërtet starton dhe ndikon në gjërat me rregull, sepse juve si ujor që jeni shenja ajri, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi dhe kohë, sepse kjo hënë e plot prek më shumë juve të 10 ditë të parë, sepse ndodh në gradën e 6 të shenjës ujorit dhe disa mund të sjellin vendime personale në ndryshimin e madh në imazhin tuaj dhe jo vetëm. Është një hënë e plot ku vendoset përballë vetes. Nuk është vetëm për marrëdhëniet, është për të kuptuar kush jeni dhe nga vini dhe çfarë doni të arrini. Është një ndikim shumë i madh për juve të kësaj shenje. Por megjithëse 10 ditë i parë duket se ka të bëjë shumë me punën, por për 10 ditën e parë, për juve të kësaj shenje është të mos keni frikë nga transformimi. Ju nuk jeni në të njëjtën dhe nuk e keni po sikur të sillni sikur ishit, por fuqia duhet përdorur me vetdije. Mos tregoni me ekstremitet, mos reagoni me gjëra që nuk duhet, mos tregoni të sekretet e juaja, sepse nuk është në të mirën tuaj. Dhe mos lejoni kontroll dhe mos kontrolloni. Qëndroni në të vërtetën tuaj. Se shumë mohime miqtemi të dashur të shenjës ujorit, të 10 ditët parë sidomos, kanë pasur shumë probleme. Jo se ta thot Jorgo se thon për të bërë qefin ose diçka kësaj natyre, jo. Por keni pasur edhe çështje problematike të mbartur nga e kaluara
e kaluar e hidhur them unë. Sepse shumë gjëra kanë ndodhur. Diçka e dytë për shembull, është në lidhje me mënyrën, lidhje me vendime të mëdha që merrni. Është shumë e rëndësishme për komunikimin, punën, rutinën, mënyrën se si ndërtoni mendimin tuaj. Dhe Saturni në retrograd në Dash, nga Mërkuri në retrograd në Kafore dhe zhvillime në sektorin e marrëdhënieve pas hyrjes së diellit në Luan. Kjo nuk do të thotë që ka probleme, por nuk do të thotë që ka edhe ndikime. Ndikimet janë të mira nëse juve mbani mend këto që them. Për ju është të ndërtoni qartësi mendore dhe rregull në jetë praktike. Ky muaj nuk ju kërkon të bëni revolucion të menjëhershëm, ju kërkon të forconi fjalën, programin, punën dhe kufit. Nëse bëni këtë, marrëdhëniat do të menaxhohet me lehtë dhe do dini fituar nga një çështje madhore ku do keni një gëzim shumë të madh të familjes tuaja. Gjithmonë jeni hapar se çfarë ndodh. Gjithmonë keni mundësi të dhe ndryshime të mëdha që do të keni. Dhe gjithashtu, dhjetëdiçi i tretë, që është baza dhe mundësia, ka të bëjë shumë lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, që do themi dhe e themi me të madhe, që do thotë mos humb veten duke u përgjigjur vetëm kërkesave të tjerëve. Rregulloj jetën e përditshme. Dëgjoj ndikimin dhe familjen. Dëgjoj ndikimin dhe financat. Që të rregulloni, të stabilizoni ku duhet. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë çështjet, sepse ky korrik sjell kthesë shumë të rëndësishme në jetën personale, profesionale. Është një ndikim shumë i madh dhe tepër pozitiv. Dashuria e munguar, për ju të kësaj shenje, bashkim familjar, për ju që jeni larg, ka të bëjë shumë me shenjën e binjakëve, peshoren dhe gaforen. Ka diçka shumë të madhe për juve dhe një martesë e papritur mund të ndodhi, sepse nëse jeni në pritje të një pasardhësi, përgatituni se ka të bëjë shumë me gjëra të mëdha dhe ndikimet mjaft pozitive për sa i përket arsyes edhe gjërave që do të keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është mundësia dhe koha në dispozicionin tuaj për sa i përket gjërave të mëdha që vijnë drejt jush. Kjo do të thotë peshqit. Muaji për ju të peshqit që hap zemrën, por kërkon kufi dhe qartësi. Për të rritur të kësaj shenje, duke se korriku është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse prek krijimtarinë, familjen, ndryshimin, vendimin dhe drejtimin. Nga një anë gaforja, ndikimi i gafore, sepse keni ndikim shumë të madh, ju ndihmon të keni mundësinë e punës dhe lidheni shumë me dashurinë. Nga ana tjetër ka të bëjë shumë në lidhje me rutinën e përditshme, por peshqit janë shenjë e ndjeshme, intuitive dhe shpirtërore. Por korriku nuk kërkon vetëm ndjeshmëri, kërkon qartësi dhe praktik. Duhet të dini ku po jepni zemër, ku po harxhoni energji, ku po mbani përgjegjësi familjare, ku marrëdhëniet kërkojnë më shumë saktësi dhe ku puna e përditshme duhet organizuar më mirë. Ky muaj mund të sjellë frymëzim të madh, por dhe lodhje nëse nuk vendosen kufi. Por megjithatë, kur e them nga hera, është lodhje e tejskajshme, por është lodhje e kënaqshme. Në lidhje me punën, në lidhje dhe me ndryshimet që vijnë. Kemi të bëjmë shumë me ndikimin e dhjetëdiçit të parë të kësaj shenje, sepse e përgjithshmja, si juve së peshqive, fundi muajit vendos përballë punën dhe pushimin, detyrimin dhe shërimin, rutinën dhe botën e brendshme. Nëse keni punuar shumë, nëse keni mbajtur disa rregulla ndaj gjërave që ju e bëni, por kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, sepse hëna e plot në mund të sjellë ndikime shumë të mëdha dhe kjo është një kuptim i jetës për peshqit, sepse është domosdoshmëri në favorin tuaj për ne bini pas. Dhjetëdiçi i parë ka ndikime shumë të mira, ka mundësi të arta mbi ato çka është dhe vazhdimsinë që do të keni, por megjithatë ka një mundësi të artë në lidhje me takime dhe bisedime. Por është që të vendosi kufit në familje, në marrëdhënie dhe në punë. Korriku mund t'ju jap frymëzim dhe mundësi, por vetëm nuk humbisni qendrën tuaj emocionale, por do të keni mundësinë të zgjidhni gjërat dal nga dal
që t'i arrini gjithçka dëshironi. Peshqit dhe diqit të dytë ka një mundësi shumë të mirë, sepse lidhet edhe me anën ekonomike financiare, por lidhet edhe me një ndikim shumë të madh, sepse fundi muajit ku ka të bëjë shumë diellin luan që mund të sjellë mundësi në punë, por edhe ngarkesë, sepse hëna plot në ujor kujton se keni nevojë për qetësi të brendshme. Mos shihni pushimet si luks, por për pjesë të shëndetit, dhe është e mundur që ta keni diçka tillë, është të mirë tuaj që të keni mundësinë pastaj që të riformatoni gjërat, të arrini të kujtoni dhe të jeni kohën tuaj më të mirë të mundshme. Në lidhje me çështjet e punës së karrierës ka ndikime shumë të mira, kurse dhjetëdiqi i tretë, edhe pse ndodhet në një vështirësi këtë periudhë, do duket se ka të bëjë shumë në lidhje me punën aktuale, por edhe në fushën e dashurisë disa probleme të vogla që keni pasur, por janë mjaft pozitive dhe jo vetëm. Përsa përket gjërave të këtij muaji për peshqit, do thotë dashuria dhe frymëzimi janë të rëndësishme, por nuk mjafton paqartësi, kufi dhe bazë praktike. Mos lejoni familjen t'ju trondit në marrëdhënie t'ju humbin veten ata që juve keni ose ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, vjen një moment po sikur nëse mbase harrojni këtë sepse këto tronditje të vogla, që derisa ta kuptoni juve janë prishur shumë edhe është vështirë të rifilloni nga ndonjëherë. Prandaj vini veshin, keni kujdes, mos u nxitoni në vendimet që merrni, por kujdes për sigurinë familjare dhe qetësinë e brendshme. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me binjakët e dhjetëdiqit të parë, peshorët e dhjetëdiqit të tretë, shigjetarët e dhjetëdiqit të dytë dhe të tretë kanë ndikime shumë të mira dhe mund të arrini deri në martesë. Është një ndikim shumë i madh, sepse ka të bëjë shumë me ndikime. Në përmbledhjen e korrikut do të thotë që për peshqit është muaji më shumë ndjeshmëri, frymëzim dhe zhvillime të rëndësishme. Merkuri në retrograd në Gafore, hëna e re në Gafore, sjell rishikime dhe ndryshime. Urani në binjak gjithashtu ka dhe ndikime të mëdha, por anët e tjera mund të jenë mjaft pozitive dhe shumë ideale në vazhdimsi. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Tani, nëse flasim pak për sa përket dy fjalë për çdo shenjë për muajin për udhëtimet. Ajo që do të kemi dashin. Dashin në lidhje me udhëtimet do ishte mirë në dhjetëdiqin e parë të muajit korrik, nëse duan që të bëjnë diçka në fushën e tyre. Lëvizje nga një shtet në shtet tjetër e kanë në dhjetëdiqin e dytë, nëse mundet, është mundësia e tyre. Demi ka mundësinë një njohje, lidhje, stabilizim ekonomik, financiar, marrje në lidhje me çështjet bankare, është A-ja dhe Z-ja. Që do thotë 15diqi i dytë, është mjaft pozitiv dhe tepër perfekt. Binjakët kanë mundësinë në 15diqin e parë të këtij muaji, ku do thotë ndryshime, ku do thotë rregullime, marrjen e dokumentacionit, nëse presin për të marrë një dokument e marrin dhe është koha e tyre, është momenti më i artë i që ndonjëherë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Gjithashtu, një bashkim familjar që është me virgjëresht, mos e lini pas dore, keni për të arritur. Gaforja duket se i gjithë muaji është mjaft pozitiv, i gjithë muaji është në anën tuaj dhe ndikimin më të madh që ka të bëjnë, se jeni ndikimin më pozitiv dhe çështjet që kanë të bëjnë, në 15diqin e dytë e keni më të mundur dhe shumë mundësi të arta që do të keni në këtë aspekt, sepse ka të bëjnë dhe me lidhjet afatgjatë. Kemi luanët. Luanët është muaji juaj, muaji më ideal, më perfekt, më mirë i qenë ndonjëherë, sepse fillon ndryshimi, fillon mundësia, fillon çështjet korrekte nga ana juaj dhe duke pasur parasysh ndryshimin e madh që vjen tek juve, ndryshimin e madh që ka të bëjnë për luanët, sepse luanët nisin rrugtimin e jetës së tyre, është i vetmi muaj dhe vit që juve të dilni fitimtar në dokumentacione, por juve jeni në Europë, por në botë keni mundësi. 15diqi i parë është mjaft favorit për juve, mund të bëni shumë gjëra ose blerje pasuri e paluajtshme. Kemi virgjëreshën. Virgjëresha duket se dhjetëdiqi i parë i këtij muaji, dhjetëdiqi i tretë i muajit ndikimit të madh të korrikut, do të thotë që është mundësia dhe momenti i artë për zhvillime dhe ndryshime. Kemi ndikimin e të mëdha që do të kemi në lidhje me virgjëreshat, por gjithashtu edhe virgjëreshat kanë atë mundësinë e tyre përgjithësi që do lidhen dhe me punën dhe me karrierën, por dhe me dashurinë e munguar. Peshorja ka një ndikim shumë të madh tani. Tani mund të nisi diçka të re në lidhje me
udhëtimet ose dokumentacionet do të kenë kujdes në një problem që kanë pasur peshorët para disa kohëve, por gjithsesi çështja ligjore e merr fund dhe e zgjidhi. Akrepët janë në anën e tyre më të mirë të mundshme. Koha dhe periudha, ndryshimi dhe vendimet të mëdha që marrin tani tutje është në anën e tyre. Gjithashtu, akrepët në 15-shën e parë kanë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive për të nisur. Shigjetarët kanë blerje pasuri palushme, lëvizje nga një punë tjetër, kanë 2-3 punë që të presin të rregullojnë, i stabilizojnë, të gjithë muaj është mjaft pozitiv. Një dashuri e munguar mund ta gjejnë gjatë rrugtimit brenda në 15-shën e dytë. Britçapët janë mjaft të ndikuar dhe tepër pozitiv në anën e tyre, sepse është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për gjërat që kanë bëjnë dhe mundësitë të arta që vijnë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, nëse kanë për të bërë një banket ose diçka, një fejes, është mundësia 15-shë e dytë. Kjo varet në individ pastaj. Ujorët kanë mundësinë në lidhje me dokumentacionin, në lidhje me çështje ligjore, një gëzim familjar që ata e kanë, e presin dhe mund ta realizojnë. Peshqit kanë në 15-shën e tretë, ku është mundësia shumë e artë, lidhje me njohje të lidhje serioze, një pasardhës nëse e prisni e keni dhe shumë gjëra të tjera do të ndodhin në këtë muaj të begatë të lumtur. Nga unë Jorpulla, ju uroj një muaj të mbar, të begatë, shtëpi e bukurinë e familje, ku do ndodhin në çdo skaj të botës. Më të mirën ju uroj.